Përshëndetje të nderuar shikues dhe dashamirës të shoqatës shqiptare të shpëtimit. Kjo video do të transmetohet në International TV si një media partner ku kemi reflektuar shumë aktivitete të shoqatës Nexhat dhe shoqatës shqiptare të shpëtimit. Por gjithashtu kemi patur dhe një programacion të ngjeshur me shumë prodhime të ndryshme për të gjithë publikun shqiptar, të cilët na kanë mbështetur dhe na kanë ndjekur në realizime dhe intervista të ndryshme. Në fakt, në këtë material unë do të jem së bashku me anëtarën e bordit të shoqatës Nexhat, zonjën Eltisa Bilo, e cila do të përshkruaj së bashku me mua, duke qenë se ka qenë prezente në të gjitha aktivitetet e kësaj shoqate, ku kjo e fundit ishte Kurban Bajrami. Për të gjithë besimtarët musliman, duam të urojmë përsëri gëzuar Kurban Bajramin. Zoti i dhënë bekime çdo familje shqiptare, por sigurisht edhe për të gjithë familjet e të gjithë anëtarëve të cilët janë pjesë e kësaj shoqate dhe familjarët e tyre ndodhen në shtetin e Iranit. Për këtë arsye ne kemi vendosur që të reflektojmë të gjitha informacionet se çfarë ka ndodhur përgjatë aktivitetit të ditës së Kurban Bajramit. Dhe siç shihet dhe në pamjen që kemi në monitor, kemi nisur aktivitetin në qendër të Tiranës ku është falur dhe namazi. Eltisa, si të duk realizimi i projektit që ne bëm atje? Ky ka qenë realizimi më i bukur që kemi bërë çdo vit, domethënë ishte çdo gjë me rregull. Njerëzit shqiptarët ishin shumë dashamirës, shumë pjesëmarrje e madhe. Domethënë ishte viti më që u bëm me unë ndjeh shumë mirë. Diçka që ra në sy ishte edhe përveç pjesëmarrjes që ishte për namaz që normalisht besimtarët e frekuentuan dhe e pan, sepse kishte një numër akoma dhe më të madh se çdo vit tjetër, kishte shumë të rinj, kishte shumë familjarë që kishin ardhur me fëmijët e tyre, dhe u evidentua dhe një lloj rregulli sistemi ndryshe se në vitet e kaluara ka patur pjesëmarrja e faljes së namazit të shkryer në sheshin Skënderbej, ndërsa tani ishte zhvendosur në bulevard në të gjithë segmentin e sheshit Nën Tereza edhe më tej, ku morën pjesë edhe të gjithë besimtarët, por jo vetëm, dhe nga komuniteti nga komunitetet ndryshme. Nga komuniteti mysliman shqiptar, që KMSH-ja mbajti dhe ceremoninë e përvitshme ku bën dhe El Fatihan, duan edhe të gjitha adetet islamike për ta respektuar më së miri këtë ditë. Gjithsesi ne erdhëm me anëtarët e shoqatës ku kemi parë, siç po shihet në video, kemi krijuar stendat e shoqatës Nexhat dhe në këto stenda pati dhe shumë kërkesë nga qytetarët që të vinin të merrnin dhe broshurat. Domethënë shqiptarët ishin të gatshëm, domethënë ishin shumë të afrueshëm, jo si në vitet e tjera që për shembull që kemi qenë pak më ndryshe me tabakan për duar duke ju dhënë karamel. Këtë radhë ata u treguan më dashamirës. Ndryshe sepse nuk ishim një stend. Po. E bëm pak më thjesht, domethënë u munduam ta bëjmë pak më të vogël, ndërsa këtë herë ishte pak edhe më realizuar mirë dhe më e koordinuar mirë nga ana jon, në mënyrë që edhe njerëzit të kishin më të thjeshtë. Edhe njerëzit domethënë ishin më dashamirës, më të afrueshëm. Domethënë u afruan pa ndrojtje këtë radhë, që i falenderoj shumë që bën një punë shumë të mrekullueshme. Në këtë herë patëm dhe dy banera të cilat u vendosën pranë xhamisë. Po, që ishte gjë më e mrekullueshme. Ishte edhe simbolika e Bajramit, po nga krau tjetër pati dhe më shumë impakt për njerëzit dhe tërheqje vizuale, sepse dukej që gjëja ishte vendosur për ta marketuar sa më mirë dhe për ta kuptuar që është një vendosje e një shoqate për të ardhur dhe për ta frekuentuar. Edhe të gjithë kanë ardhur, kanë marrë dhe broshura. Në këtë ditë këto broshura ishin realizuar në mënyrë shumë të bukur, ku brenda tyre përmbajtja fliste nga vetë dëshmitë ish anëtarëve që kanë qenë brenda organizatës së Mekut, kanë treguar që nuk i kanë zbatuar të gjitha ritualet fetare të fesë të tyre ashtu siç ata donin t'i trajtonin, sepse kanë patur shumë kushtëzime dhe për këtë arsye, pa dashur të përfshihet politikisht, pra për ta bërë gjën sikur po bëjmë një lloj krahasimi në konotacion negativ, por është më shumë një arsye reflektimi që këta anëtarë tashmë në Shqipëri po jetojnë të lirë jetën e tyre dhe kanë praktikuar fen ashtu siç duan ata, pa imponim për ta devijuar nga rruga për arsye politike dhe ideologjike të një kampi të caktuar. Ata këtë vit kanë qenë më të lirshëm, kanë festuar ashtu siç duan. Njësoj si ne. Edhe një pjesë e madhe, rasti konkret jeni dhe ju që po bashkëtoni me një zotëri iranian që është kaputur nga Meku dhe keni krijuar familjen tuaj të shëndetshme. E përshëndesim shumë dhe bashortin tuaj, zotin Ali Ajari, i cili është një antar i kësaj shoqate që ka dhënë një shembull shumë të mirë për të gjithë refugjatët në Shqipëri, që ka ndërtuar një jetë me shumë prosperitet dhe keni krijuar një familje shumë të bukur bashkë.
dhe vërtet është një model për të marrë shembull nga të gjithë iranianët e tjerë, për faktin se si është integruar në Shqipëri profesionalisht, emocionalisht, në pikpamje kulturore dhe të dy bashkë e keni dalë, të keni kultura të përbashkëta, të gërshetoni me njëri tjetrin edhe këto festa të festojmë të gjitha bashkë. Përpara se të kalojmë në një moment shumë të rëndësishëm se si të gjithë anëtarët shqiptar edhe iranian së bashku kemi bërë të gjithë festën e Kurban Bayramit në ambientet e shoqatës, ne një ditë më parë kemi vizituar xhaminë e Namazgjas, që është te rruga Elbasanit dhe në fakt është një atraksion shumë i rëndësishëm fetar dhe kulturor, po dhe shumë emocional për gjithë besimtarët musliman, po jo vetëm edhe për shqiptarët, po edhe për të huaj që vizitojnë Shqipërinë dhe duan të dinë më shumë rreth historisë tonë. Faktikisht, siç dihet, edhe ne shqiptarët e kemi humbur pak në periudhën e komunizmit kontaktin me fen dhe imi shpallur shteti i parë ateist në botë në periudhën kur bëhet fjalë për gjatë viteve të komunizmit ku u ndalua feja dhe nuk është se një brez i caktuar ka patur mundësinë për ta praktikuar fen apo në mënyrë të hapur të pranojnë identitetin e tyre fetar dhe kjo gjë ka ndodhur për një pjesë të komunitetit shqiptar shumë fshehur azi, ndërsa edhe ne domethënë me këtë fjalë dua të them që e kuptojmë këtë mbylljen ose izolimin emocional edhe që sjell shumë pasoja të tjera edhe në keq informime dhe interpretimin e çdo kulture, qoftë dhe fesë apo edhe pikpamjeve të tjera. Ndërsa vizita në këtë xhami na reflektoi shumë pozitivitet, pavarësisht se është një objekt kulturor i hapur së fundmi, mos gaboj, vitet e fundit, është një emocion shumë i veçantë ku ti tregosh rreth kulturës tënde dhe rindërtimit të strukturave fetare në Shqipëri, pavarësisht se kanë qenë ekzistente shumë vite më parë, një pauzë e vogël bëri një shkëputje të shqiptarëve në këtë periudhë dhe tashmë është rikthyer shumë lirshëm dhe bukur dhe Shqipëria është kthyer në një shembull të një bashkëtese fetare shumë të harmonishme dhe pa asnjë problem që shqiptarët të thonë midis njëri tjetrit që un kam këtë fe, jam ortodoks, jam katolik dhe dikush jetë musliman, bektashi, suni, edhe degët e tjera. Pra të gjithë tani e pranojnë midis njëri tjetrit të fakt. Unë në Aldo, pavarësisht se nuk kam qenë prezente, por kam ndjek videot, fotot, materialin që është bërë, edhe mu duk diçka shumë pozitive, jo vetëm për ne shqiptarët, por dhe për iranianët që ne t'i tregojmë që çdo vend apo çdo xhami, çdo kështu është mikpritse, duhet të njohin dhe traditat tona, duhet të dinë se ku janë këto vende që mikpritse, besimi, domethënë edhe ne kemi diçka të përbashkët si ata. Po, pikërisht. Domethënë mua kjo mu duk diçka shumë e bukur. Është një moment që edhe për refugjatët iranianë duket sikur kthehen në shtëpinë e tyre se kanë aromën e festë të tyre, kulturës së tyre dhe ka shumë të përbashkëta. Tani do të kalojmë në një moment tjetër. Momenti tjetër dhe i fundit ishte edhe përmbyllja, duke qenë se të gjithë iranianët dhe shqiptarët u mlodhën bashkë në ambientet e shoqatës së gjatë dhe siç shihet edhe në pamje përsëri, kemi bërë dhe aktivitetin pra në ambientet e sallonit të shoqatës ku iranianët kishin përgatitur një sofër dhe tavolinë shumë të madhe për gjithë anëtarët. Edhe aty ishte një moment shumë i bukur. Ti si e përjetove kur erdhe dhe me fëmijët e tu? Është diçka e veçantë, sepse është diçka ndryshe, sepse ne shqiptarët jemi mësuar të shkojmë diku, të therim diçka, e kupton? Kurse këtë radhë ishte ndryshe, sepse ishte një ushqim tradicional iranian, jo shqiptar. Ishte mikpritja, sidomos gatimi i ushqimit ishte me shumë dashuri. Edhe domethënë unë ndjeva si në familje. Unë ndjeva shumë mirë, domethënë që edhe ata na mikpritën me traditat e tyre. Edhe ata na shohin si familje tashmë, nuk kanë ndrojtja, apo nuk na shohin si sa të huaj që vinë, ose kolegë. Po, sepse edhe për të gjitha nuk është thjesht punë, po ne jemi një familje. Po, ne jemi një familje, nuk është se kemi vetëm familjen të shtëpia, po edhe këtu jemi një familje. Ishte moment i bukur edhe për sidomos edhe për familjen tuaj që fëmijët tuaj janë me dy prindër, një iranian dhe një shqiptare dhe është një moment shumë i bukur ku kulturat bashkohen edhe krijohet një atmosferë shumë e bukur edhe për ne shqiptarët po edhe për iranianët. Nga krau tjetër dhe pjesëmarrja ishte relativisht e madhe. Ushqimet Kalili ishte për shumë speciale, kishin dalë shumë mirë dhe rezultati gjithsesi ishte shumë i bukur.
Shpresoj që dhe ju t'ju kemi treguar pak nga gjithë eksperjenca jonë që kemi kaluar në gjithë të ditë përgatitore për ditën e Kurban Bayramit. Pra kujtuam një ditë para që ishte vizita në xhaminë e Namazjas, e dyta ishte vizita e faljes së namazit në mëngjes ku gjithë anëtarët u mblodhën bashk, shpërndam dhurata për qytetarët dhe kaluam një moment shumë bukur së bashku. Dhe nga krahu tjetër dhe festa që e bëm të gjithën bashkë në ambientin të shoqatës. Po Aldo, janë shumë emocionuese si video, sepse edhe kur kthehesh mbrapa rikujton shumë gjëra që kanë kaluar këta. Edhe kur shoh, domethënë alegrinë që kanë në këtë tavolinë, nuk e di, unë ndjeva shumë E prekur. Ju uroj gjitha nënave që ndodhen në Iran bashkim sa më të shpejt me fëmijët e tyre. Sepse çdo nën meriton të ketë fëmijën e vet në krah. Më emocionove shumë Eltisa, faleminderit shumë për këto emocione dhe shpresoj që të shihemi përsëri shumë më të gëzuar dhe me lot gëzimi në të gjitha aktivitetet e tjera. Nga ne, bashkëmirupafshim, do të jemi përsëri në projekte të tjera.